Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se që nga fillimi i funksionimit të sistemit qytet i sigurt janë evidentuar gjithsej 310.865 shkelje, prej të cilave 301.835 për te i kalim të shpejtësisë, ndërsa 180.378 janë kryer nga automjete me targa të huaja. MPB ka bërë të ditur se këto shkelje janë të evidentuar nga data 2 shkurt 2026 deri më 20 gusht 2026 dhe siç thonë ata, pjesa më e madhe kanë të bëjnë me drejtimin e automjetit me shpejtësi më të madhe nga e lejuara. Sa i përket shkeljeve të kryera nga automjete me targa të huaja që nga fillimi i funksionimit të sistemit qyteti i sigurt, janë regjistruar gjithsej 180.378 shkelje, ndërsa në periudhën nga 19 gusht 2026 deri më 20 gusht 2026 janë regjistruar gjithsej 5.514 shkelje nga automjete me targa të huaja. MPB u bën apel të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit, që të kemi rrugë të sigurta.